Një nga xhamitë e epokës së rilindjes në Shqipëri, Xhamia e Kuqe e Beratit, ndodhet në zemër të qytetit të Beratit, një vend i trashëgimisë botërore të UNESCO-s sipas Travel and Tour World. Xhamia e Kuqe është kryevepra më interesante arkitekturore e ndërtuar gjatë perandorisë osmane dhe një nga ndërtesat më të larmishme historike në Shqipëri, e lidhur me kulturën dhe fenë si dhe një atraksion i mrekullueshëm për të gjithë turistët e huaj. Perandoria mbulonte pjesën më të madhe të vendeve të Ballkanit. Xhamia është një kujtim i gjallë i vlerave arkitekturore dhe shpirtërore të perandorisë osmane në vendet e Ballkanit. Thjeshtësia dhe bukuria e arkitekturës e bëjnë atë lehtësisht të përcaktueshme dhe një pikë referimi me rëndësi kulturore për turistët, veçanërisht për vizitorët që janë të interesuar për historinë e Shqipërisë, fenë dhe trashëgiminë. Xhamia e Kuqe është një nga xhamitë e para të ndërtuara në këtë zonë, e cila pasqyron historinë e Islamit në Shqipëri. Xhamia e Kuqe është historikisht një nga xhamitë më të vjetra në vendin tonë. Xhamia është një nga vendet ku popullsia myslimane e Beratit ka praktikuar besimin e tyre gjatë këtyre shekujve. Gjithashtu është një dëshmi e karakterit shumë fetar dhe shumë etnik të rajonit dhe një monument që përfaqëson praninë islame në Ballkan. Xhamia e Kuqe është një vend kulturor dhe historik ku mund të mësohet rreth historisë fetare të zonës së Beratit. Ajo është ndërtuar me tulla të kuqe të bëra nga balta, të cilët e dallojnë atë nga vendet e tjera dhe bëjnë atë një nga atraksionet më të rëndësishme historike në qytetin e Beratit. Struktura fetare ballkanike e projektuar në mesin e shekullit të 19 i është nështruar një sër tranzicione stilistike arkitekturore, nga të cilat Xhamia e Kuqe është shfaqur karakteristikat e mesit të shekullit 19 në format arkitekturore fetare të perandorisë osmane. Madhështia e thjeshtë e dizajnit strukturor shfaq një kupol me 4 faqe dhe një minare të hollë, të lartë me hark në formë fuqie, të cilat janë të bëra nga tullat e kuqe emblematike dhe ikonike që karakterizon format arkitekturore të ndërtesës. E zbuluar në art të ndërlikuar, muraj dhe dizajn kaligrafik i islamik të përjetshëm, xhamia është shtëpia e një hapësire të bollshme për lutje. Një nga tiparet më të njohura të xhamisë së Kuqe është minarja, e cila ofron një pamje të pakrahasueshme të gjithë qytetit. Një nga strukturat më të larta në qytet, minarja, shfaq një pamje madhështore të maleve përreth, duke përfshirë të gjithë qytetin e vjetër të Beratit, i cili është një qytet pranë lumit të Osum dhe luginës së tij të bukur.